Po mendoni që po bëhet kjo për ta diskredituar Ministrinë e Bujqësisë, e cila udhëheqet nga Fatën Peci? Mendimi im personal është po. Është bërë analizë. Pej pramshet ose prej sudit. Jo. Mirë edhe unë përgëzoj nëse ka rritë aspektin e rekord me bëjë gjatë analiza. Mirë, po çka kur po dalin njerëzit pa fajshëm. Pse duhet të bëjnë gjallë gjykim publik gjithaj me qenë raste kaq mediale kur jemi në fazën fillestare të hetimit, në fazën e parë procedurës apo në fazën parapenale. Do të thotë zhvillo hetime, krye punën, po mos bën spektakël. Ne e shohim gjykata speciale sa punë kryen dhe nuk shihen as veprimet e tyre, veç kur ndodh rasti. Po të bëjmë në kulturë juridike. Ti zhvillojmë hetime, te kryejm punën, po pse ti trazojmë njerëzit? Ata njerëz kanë familje, ata njerëz kanë gra, kanë fëmijë, kanë prind. Pse ti diskreditojmë njerëz? Kemi ardhur në situatë. Po mendoni që po bëhet kjo për ta diskredituar Ministrinë e Bujqësisë, e cila udhëheqet nga Fatën Peci? Mendimi im personal është po. Mirë, po mendimi personal nuk prodhon efekt juridik, do të nuk mund të kuas prokurorës kërkosh. Mirë, po mendimi im është në mos të madhe po. Pse? Pse din raste të tjera që kanë ndodhur. Mirë, po edhe një herë baj thirrje prokurorit special. Le zhvillo hetime ndaj secilit duhet me zhvillu hetime, edhe gjithë zyrtarë policorë duhet me qenë në nivelin e tyre me zhvillu hetime, marrë informata, ato informata mos i marrë shpërimi folën për udhën për kafe, mirë, po krejt me çu ku duhet, sepse vetëm me një shtet ligjor na mund na merres përpara. Përndryshe askush nuk na pranon familjen e tyre. Mirë, po hetime, me bëh hetime për qëllimet e hetimet, jo për qëllimet e interesin të çfarë do lloj grupi apo subjekti. Edhe për kryeministrin, edhe për ministrin, edhe për presidentin, edhe për avokatët, për secilin me bëh hetime. Pse ja? Kjo e bën një shtet shnush në aspektin ligjor dhe e krijon një klim ku edhe investitorë vinë investojnë te na. Përndryshe nëse ne kemi një rast, nëse identifikojmë një vend ku hetimet bëhen në mënyrë selektive apo bëhen vetëm sa për t'i larguar disa njerëz qoftë nga skena politike apo çfarë do qoftë, atë nuk na beson kërkues.